إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhreshëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu I plotfuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu I madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, paramendojeni veten secili prej neve duke qenë në aeroport dhe duke pritur një person të cilën nuk e kemi parë një kohë të gjatë, një person të dashur, një njeri që e dojmë shumë. Si do t'jetë gjendja jonë në ato raste? Sa ma shumë që afrohet momenti I takimit, aq më shumë I gëzohemi, mallëngjehemi, ka emocion e kështu me radhë. Shumë mirë e ka përshkruar edhe Zoti I Madhreshëm këtë formë të mallëngjimit dhe të emocionit kur thot në Kur'anin famlar në surën Jusuf, pra e përmend thanjen e Jakubit a.s., babait Jusufit a.s., kur ai thot inni la ajidu riha Jusuf, që në përkthim Jakubi a.s. thot unë me të vërtet po e ndi erën e Jusufit a.s., se është duke ardhur. Dhe e shohim se si ai po tregon për diçka që hala se ka pasyri I tij, po e ndin zemra e tij dhe po e manifeston duke thënë se jam duke ndi erën e Jusufit a.s. Pra, kështu është gjendja e atyre njerëzve të cilët presin diçka që e dojnë shumë me mall dhe me mallëngjim. E një ashtu vëllezër të nderuar është edhe gjendja atyre besimtarëve të sinqertë, atyre besimtarëve të mirëfillt, të cilët e kuptojnë dhe e kanë parasysh vlerën e muajit Ramazanit. E presin me mallëngjim, e presin me gëzim, për shkak se vërtet ky muaj sjell me vete shumë mirësi dhe shumë begati, të cilat I kupton edhe I din vetëm ai I cili I ka lexuar dhe ai I cili e ka kuptuar mirëfillt vlerën e këtij muaji të beguar. Prandaj lutim Allahun e Madhreshëm që të gjithë neve na mundsoj të arrijmë këtë muaj të bekuar, duke qenë fillimisht me shëndet të mirë dhe të na mundsoj që ta shfrytëzojmë në maksimum dhe të kaplohemi me mirësitë dhe begatit me të cilat vjen. E ky përgëzim apo ky mallëngjim për besimtarin është fakt edhe në këto ditë të cilat po jetojmë apo jemi tani për arsye se jemi në muajin Shaban, që është muaji para Ramazanit, dhe në fakt tash jemi në ditën e 11 të muajit Shaban dhe para vetes kemi edhe 20 ditë përafërsisht për me u fut në muajin e Ramazanit. E në lidhje me muajin e Shabanit, vëllezër të nderuar, duhet me pas parasysh një gjë që tregojnë sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Usame ibn Zeid, një nga sahabët e nderuar I cili në fakt është rrit në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregon dhe kishte vërejtur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një dallim në lidhje me në muajin Shaban. E dallimi ishte se kishte vërejt
që pejgamberi s.a.s. e agjeronte këtë muaj më shumë se muaj tjerë. Me një fjalë, e dim të gjithë që nga 12 muajt e vitit, muajin Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeru komplet, dhe ky është i vetmi muaj. Muaj tjerë asnjë nuk e ka agjeru komplet asnjëherë, pra të tërën, përveç Ramazanit. Por muajin Shaban e ka agjeru pra më së shumti se sa muaj tjerë. Dhe kjo ka qenë dallimi. Edhe kjo ishte ajo gjëja që kishte vrejtur edhe Usame bin Zejdi, edhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, nuk të shoh të agjërosh si në Shaban edhe muaj tjerë." Me një fjalë, po e shoh që po e agjeron Shabanin më shumë se sa që agjeron në muaj tjerë të vitit, përveç Ramazanit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e aprovon këtë dhe thot: "Ky është një muaj të cilën njerëzit e neglizhojnë, e harrojnë, dhe është muaji që vjen ndërmjet Regjebit edhe Ramazanit, edhe njerëzit e lajnë anash. Pra nuk janë të kujdesshëm për vlerën dhe për parësinë që i ka ky muaj." Pastaj vazhdon edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Në këtë muaj veprat e njerëzve ngrihen, i paraqiten Allahut të Madhreshëm." Pra në këtë muaj veprat e njerëzve ngrihen tek Zoti i Madhreshëm, i paraqiten atij të Madhreshmit. Edhe po vazhdon, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dhe kam dëshirë që paraqitja e veprave që do të bëhet në këtë muaj të më gjej duke qenë agjerueshëm." Apo e shihni vëllezër të nderuar, dhe nuk ka dyshim vetëm ata që janë të mençur edhe e përjetojnë këtë domethënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptojnë vlerën me të cilën vjen ky muaj i bekuar të cilën e po jetojmë. E para, ajo që ka po na përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë muaj veprat po i paraqiten, i ngrihen Zotit Madhreshëm. Pastaj e dyta që gjithashtu është më rëndësi, ajo që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: "Po du që në atë moment që Allah i Madhreshëm i paraqiten veprat mia Zotit të plotfuqishëm, të jemi në një gjendje të adhurimit, të atë ibadetit, pra agjerim, vepër një nga adhurimet më të veçanta, më të sinqerta, më të qiltra që mundet mi bë besimtari." Prandaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Po kam dëshirë që në këtë rast Allah i Madhreshëm t'i pranoj veprat duke qenë unë në rrethanën e ibadetit, duke qenë agjerueshëm." Këtu e shohim vlerën edhe rëndësinë e kryerjes së ritualit të agjerimit edhe gjatë muajit të Shabanit për ata njerëz të cilët kanë mundësi. Pastaj vëllezër të nderuar, në këtë kontekst duhet ta kemi parasysh se nga ato njohuri dhe hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, veprat e njerëzve i paraqiten Zotit Madhreshëm apo ngrihen te Zoti i Madhreshëm në 3 raste apo 3 herë. E para është ngritja ditore, e dyta është ngritja javore dhe e treta ngritja vjetore. Ngritja ditore, ashtu që u tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodh në çdo namaz të sabahut edhe namaz të ikindis. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith të saktë, të cilën e shënon Muslimi: "Veprat e natës ngrihen para veprave të ditës, dhe veprat e ditës ngrihen para veprave të natës." Edhe një hadith tjetër të cilën e shënon gjithashtu Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lejli wa malaikatun bin-nahar." Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet tek ju ndrohen melaikat e ditës dhe melaikat e natës. Me një fjalë, e kem parasysh dhe e dim të gjithë që njeriu e shoqërojnë me laçet, të cilët shënojnë, evidentojnë veprat e tij. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon në këtë hadith që gjatë natës edhe gjatë ditës ndrohen këto me laçet, nuk janë të njëjtat. Pra ditës shënojnë, e shoqërojnë njeriu, pastaj ato ngriten lart dhe vinë me laçet e natës. Dhe kjo ndodh pra në namazin e sabahut dhe në namazin e ikindis. Edhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me laçet takohen mes vete, do thot në këtë ndrim. Edhe Allahu i Madhreshëm dhe ai është i gjithdijshëm i pyet këto me laçe: "Si i lat robrit e mi?"
dhe ata do të përgjigjen, nuk ka dyshim për besimtarët e sinqert, thot, o Zoti ynë, i lam duke u falur dhe i gjetëm duke u falur. Me një fjalë, duke falë namazin e sabahut, i lam, edhe ata që vinë, pastaj e nxajnë duke falë namazin e sabahut, një ashtu edhe namazin e ikindis. Pra, kjo është do thot, rrethana apo ngritja e parë që ndodh ditore, që ndodh në ikindi edhe në sabah. Prandaj vëllezër të nderuar, këtu e shohim rëndësinë e besimtarit mi u përkushtu posaçërisht këtyre dy vakteve të namazit, pra të sabahut edhe të ikindis, me i falë në mënyrën dhe formën më të mirë dhe në kohën e tyre, që vërtet me lashet na përcjellin apo të tërhiqen nga ne dhe të shkojnë te Zoti i Madhreshëm duke na parë se jemi duke kryer adhurimet dhe ibadetin ndaj Allahut të Madhreshëm në formën edhe mënyrën ashtu siç duhet. Pastaj ngritja javore që përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndodh në ditën e hane dhe në ditën e enjte. Edhe për këtë kemi hadithe të shumta që edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që kjo është ngritja javore. Gjatë javës ngriten edhe i paraqiten Zotit Madhreshëm veprat tona 2 herë në javë, pra të hanën edhe të ejtën. Prandaj i kemi edhe disa hadithe tjera të cilët nxisin besimtarin që kush ka mundësi me i agjëru këto dy, të hanën edhe të ejtën. Dhe ngritja vjetore ndodh në muajin e Shabanit, vëllezër të nderuar. Po në këtë muaj në cilin jemi ne tani, pra ngriten veprat tona, të gjitha ato veprat e mira, namazi, agjërimi, madje edhe i Ramazanit kalum që e kemi bë. Pastaj sadakaja, fjala e mirë, të gjitha ato vepra që i kemi bë i paraqiten Zotit Madhreshëm në këtë muaj të bekuar. Prandaj të mençurit janë ata të cilët e meditojnë dhe e përjetojnë këtë paraqitje, e kanë parasysh se çfarë po ndodh në këto rrethana dhe në këtë muaj të bekuar, dhe është ndoshta e rrugës me ja bani pyetje se cili prej neve vallë a është duke na u zbardhur fytyra jonë në këtë paraqitje apo është duke ndodhur e kundërta. Prandaj vëllezër të nderuar, është momenti që vërtet të kthjellemi edhe të jemi nga ata të cilët kuptojnë vlerën edhe rrethanën në cilën gjendemi, edhe lutim Allahun e Madhreshëm na bëjnë nga ata të cilët dalin para tij me fytyra të zbardhura dhe të ndriçuara e asesi ndryshe. Pastaj vëllezër të nderuar, ajo që është e rëndësishme me pas parasysh është edhe një myshde që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka dhënë, ajo është se vërtet thot i dërguari Allahut innamal a'malu bil khawatim, vërtet veprat vlerësohen me fundin e tyre. Kështu që mundet njëri me pas kusure, me pas mangësi, po përparësia jonë është ajo që Allahu i Madhreshëm vërtet ja ka mundësu besimtarit që me pendimin e tij, me kërkimin e faljes, me nënshtrimin dhe për uljen ndaj Zotit Madhreshëm, edhe me pendimin dhe pishmanin që e manifeston që Allahu i Madhreshëm ta kaploj me rahmetin e tij. Prandaj vërtet në këtë përmbyllje të këtij muaji, në cilën siç tham më herët, ngriten veprat tona, të bëhemi nga ata të cilët i shpeshtojnë istikfarin, do thotë kërkimin e faljes ndaj Allahut të Madhreshëm, që vërtet këto vepra të ngriten duke qenë nga ata të cilët Allahu është i kënaqur me ne. Thuhet me një rast, një njeriu të mençur, një dietari, ka qenë në shtratin e vdekjes. Edhe familjarët kanë pas respekt ndaj tij dhe kanë ditë besimin, takvallëkun, devotshmërinë dhe përkushtimin e tij, edhe i kanë thënë, o ti na këshillon, na jep një vasijet, një nasihat fundit. Edhe ky dietar është kthy te antarët e familjes, është kini kujdes, po ju paralajmëroj për një gjë që është shumë e rrezikshme për ju, ajo është me i thonë vetës pastaj. Në gjuhën arabe i thonë saufa. Hajde se e bëj masane, ka vakt. Domthonë mos ja lejoni vetës dhe rujuni pe kësaj fjale se kjo ju merr në qafë. Kjo ka qenë porosia e këtij dietari, vëllezër të nderuar, dhe le të jetë edhe për neve një paralajmërim, mos themi hajde se ka vakt 20 ditë deri në Ramazan. Vërtet ky muaj duhet neve të na shërbej gjithashtu edhe një lloj përgatitje dhe ngritje
emocionale që t'i futemi muajit të bekuar të Ramazanit duke qenë përgatitur edhe trajnuar, me thënë kushtimisht, sikurse e marrëm shembullin e atyre të cilët ndoshta kanë para vete një garë, qoftë në vrapim apo diçka tjetër, para se me ndodh ky moment, kanë do thot ushtrime dhe e trajnojnë trupin e tyre kështu që kur futen në garë të jenë përgatitur. Për arsye se e keni parasysh problemi më i madh i shumicës atyre besimtarëve është se nuk kanë kondicion me vazhdu me Ramazanin deri në fund. A e ke pa në fillim, e kanë një emocion, e kanë një angazhim, e kanë një entuziazm, po shkojnë disa ditë, pastaj dorëzohen dhe lodhen. Pse? Nuk e kanë fitu kondicionin e vazhdimit deri në fund. Nalen, sikurse në vrapim ngan, ndoshta duhesh me vrapu 500 metra, ti ngan 200 metra, pastaj dorëzohesh edhe nalen. Valla s'po mundesh për shkak se nuk e ke trajnuar veten tënde, nuk e ke mësuar veten tënde ashtu siç duhet, prandaj je edhe në këtë gjendje. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë nga ata që vërtet largon gafletin prej vetes tonë edhe na jap mundësinë që t'i kapim veprat e mira para se të vi fundi jon, edhe Allahu i Madhërisht të na bëjë nga ata që u zbardhet fytyrat e tyre nesër kur dalim para tij. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون